Qeveria nuk ka kompetenca që të përzihet në punën e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor. Kështu u përgjigj kryeministri Kristian Mickoski pyetjes së gazetarëve sipas të cilëve ka pasur reagime në opinion për propozimin e kuvendit që antari i Këshillit Gjyqësor të jetë Alban Kadriu, për shkak se më herët ai kishte qenë këshilltar në MPB. Përderisa i plotson kushtet dhe kriteret u shpreh mëtej Mickoski, ata nuk mund të bëjnë asgjë. Ai është kandidat që e ka votuar parlamenti si antar të Këshillit Gjyqësor nga radhët e pakicave të më shumë se 20%, respektivisht nga etnia shqiptare, derisa kandidati plotson kushtet në pajtim me thirrjen publike dhe të gjitha kriteret në pajtim me ligjin. Ne këtu nuk mund të bëjmë asgjë si qeveri. Në fund ju mbetet deputetëve nëse do ta mbështesin ose do të kërkojnë ndonjë vendim tjetër. Ky nuk është propozimi i qeverisë, është i kuvendit. Me 8 vota pro, Komisioni për Zgjedhje dhe Emërime vendosi që kuvendi ta propozojë Alban Kadriun si antar i Këshillit Gjyqësor. Ai ishte propozimi i koalicionit Blen. Ndërsa për antarin tjetër që duhet të propozohet nga presidentja, siç tha Mickoski referuar deklaratës së presidentes, ai do të zgjidhet me ligjin e ri për Këshillin Gjyqësor. Dje Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet komuniteteve dhe Komisioni Legjislativ dhe Ligjor miratua nevojën për të miratuar propozim ligjin e ri për Këshillin Gjyqësor, i cili përbën bazën për një reformë thelbësore të gjyqësorit.